Duket sikur ka një dritë zbet në fund të tunelit sa i përket konfliktit disa veçar në Ukrainë. Takimet në Florida në fundjavë duket se po nxjerrin një produkt të parë i cili është pranuar thuhet dhe nga ukrainasit. Ky plan i korrigjuar pritet të udhtojë sot drejt Moskës nga i dërguari amerikan Witkoff dhe në Paris ka mbërritur tashmë pas mbërritjes atje të presidentit ukrainas Zelenski. Por duhet të thënë se plani i korrigjuar duket poshtërues për ukrainasit, veçanërisht për presidentin e tyre, njerëzit e afërm të cilit tashmë po ikin çdo ditë për shkak të hetimeve për korrupsion. Plani parashikonte dhe zgjedhje në Ukrainë për 100 ditë pas firmosjes së mundshme të akordit, çka do të ishte në fakt një vetvrasje për presidentin ish komedian Zelenski, i cili do të shihte kështu fundin tragjik të karrierës së tij. Asnjë lider që ka fituar një luftë nuk ka fituar dot zgjedhjet më pas. Ndërsa plani që thuhet se ka pranuar Zelenski është që tani në nënshkrim i humbjes së territoreve, të pasurive kombëtare, por edhe të fytyrës. Dhe sigurisht kështu do të humbe dhe zgjedhjet, ndoshta të rrezikojë diçka më shumë se aq pas hapjes së hetimeve për afera korruptive që lidhen me luftën. Por nëse Zelenski po humbet betejën, Europa po rrezikon të humbas më shumë se kaq. Kontinenti i vjetër duket se në këto negociata është lënë me një anë. E paftuar në negociata duket se i vetmi burim i informacionit për Bashkimin Evropian është presidenti Zelenski. Franca, por dhe Britania e Madhe dhe Gjermania janë sot fantazma të shkuarës, me thuajse as pak ndikim në këto bisedime. Dhe kjo jo vetëm për shkak të agresivitetit të lartë të presidentit Trump, egoja e cilit për të vënë vetëm firmën në fund të konfliktit, sigurisht është faktor i rëndësishëm. Europa ndërkohë nuk arriti kurrë të ofrojë një plan real paqe për një konflikt në zemër të saj. Rreshtimi pro-Ukrainës, ndoshta moralisht ishte i dur, ishte i pamjaftueshëm. Me kalimin e kohës u bë dhe i dyshim. Ndërsa Bashkimi Evropian financonte blerjet ushtarake të Ukrainës, të pajisjeve që prodhoheshin në BE, asnjëherë nuk ndërpreu plotësisht raportet ekonomike me Rusinë dhe vazhdoi varësinë nga nafta dhe gazi i saj. Kjo sigurisht krijoi një zinxhir moralisht shumë të diskutueshëm. Me paratë që merrte nga Ukraina, së cilës i shiste armë, Europa blinte gazin dhe naftën ruse, po me paratë e Kievit. Dhe Rusia, pra po me të njëjtat para, forconte makinerinë e saj ushtarake për të goditur sërish Ukrainën. Një gjë që e ka bërë jo më larg edhe sot. Sigurisht jo çdo vend evropian ishte dakord me Brukselin. Slovakia, një vend qinj me Ukrainën, u rebelua e para, por u quajt pro-ruse. Më pas ishte Viktor Orban i Hungarisë, i cili shtroi dilemën e fortë: a duhet të plasë Europa apo Amerika e para me Rusinë? Europa është fqinje toksore e Moskës, Washingtoni jo. Europa humbi kohë dhe ardhi e administratës së Trump i dha shpejt përgjigje dilemës. Trump u takua me Putin dhe që atëherë Europa e humbi dhe zyrtarisht mundësinë për të qenë negociata. 2 ditë më parë, kryeministri Orban u bë lideri i parë një vendi antar të Bashkimit Evropian që vizitoi zyrtarisht Moskën dhe u takua me Putin. Dhe pak ditë më parë, edhe një politikan i një vendi kandidat BE-s foli për herë të parë për një gazetë austriake dhe kërkoi që Brukseli të flasë me Moskën. Për çudinë e të gjithëve, ai që kërkoi këtë 2 vjet më parë debatonte ashpër në Këshillin e Sigurimit me ambasadorin rus. Po pse ky ndryshim i fortë në qëndrimin e Edi Ramës dhe të Shqipërisë ndaj konfliktit në Ukrainë? Edhe për këto do të flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Risori në këtë ditë që mund të jetë shumë e rëndësishme fakt për një nga konfliktet temi më të forta të dekadave të fundit në zemrën e Europës, pikërisht pra pushtimi i Ukrainës nga Rusia. Po bëjmë për pak muaj bëjmë 4 vjet që ky konflikt nisi në vitin 2022, por ndërkohë shumë ujë ka rrjedhur që atëherë. Sot jemi në një fazë më të avancuar dhe ndoshta si thot presidenti Trump në pak ditë mund kemi edhe një marrëveshje. Po me çfarë kosto vjen kjo marrëveshje sigurisht për Ukrainën në radhë parë. Patjetër për Europën, e cila nuk arriti dot në 4 vite gati të as të parandalonte apo as të ndalonte apo as të negocionte, as të ofronte një plan paqe për këtë konflikt në zemër të saj. Dhe sigurisht në fund fare, sigurisht do të prekim edhe faktin që pak ditë më parë kryeministri Rama befas deklaroi për një gazetë austriake, siç dini Austria është një nga vendet me që ka temi pa anësinë të deklaruar, pra nuk është antare e NATO ose etj, pra pikërisht në një gazetë austriake, kryeministri Rama deklaron se edhe Europa pra duhet flasi me Moskën. Një qëndrim ky temi i paprecedent
për një vend si Shqipëria. Me mua sonde programin janë ambasador Roland Bio, me mbroma ambasador, kënaqësi të kem program. Respekte për ju dhe shi konstituaj. Kënaqësi. Eugenia Sotir, eksperte për çështjet e NATO-s, mbroma Eugenia. Glevin Dervishi, ekspert për çështjet e marrëdhënieve të jashtme dhe ekspert për sigurinë në Ministrinë e Mbrojtjes, mbroma Glevin, kënaqësi të kem program. Sali Doçi, kolegu im, autori i programit War Report si çdo natë nga hëna tente këtu në ABC News në orën 9, me mbroma Sali. Medlir Mema është profesori për miku i programit tonë, i cili shpresoj të jetë live nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me mbroma Medlir. Përshëndetje, mirëmbrëma. Atëherë po e nis me ju, që ju kemi afër po dhe larg fizikisht. Atëherë sigurisht ky është një zhvillim shumë i rëndësishëm sot, fakti që Ukraina duket që ka pranuar një plan paqe i cili po u thon drejt Moskës, ndërkohë ka mbërritur në Paris. Po këtu fillon ironia e gjës dhe thelbi edhe i intrigës. Pra një plan paqe për cilën Europa nuk di asgjë dhe për cilën njoftohet nga Florida në Ukrainë dhe çohet nga Ukraina, pra nga Kievi në Paris nga presidenti Zelenski. Si ka mundësi që Europa dështoj sipas jush deri në këtë pikë, sa i përket fakti që sot është out si faktor ndikues në këtë konflikt? Së pari, përshëndes optimizmin tuaj në lidhje me faktin që mendoni që do të kemi në fakt një zgjidhje të konfliktit. Unë personalisht nuk e shikoj ashtu. Citova presidentin Trump, tash sipas presidentit Trump. Gjatë orës. Dakor, po 24 orë kanë kaluar dhe akoma jemi këtu sot. Kështu që unë jam më pak optimist lidhje me drejtimin një zgjidhje provimtare të konfliktit. Kjo është e para. E dyta, pse Evropa ka humbur rëndësinë e saj? Mendoj që Europa ruan një rol ose një rëndësi të caktuar brenda këtij konflikti. Roli i saj është për të bërë të një farë mënyre për të vënë disa vija të shënuara në terren që të mos i kalojmë ato. E ka ndihmuar Ukrainën, e ka menaxhuar faktet e vet presidenti Zelenski, e ka këshilluar për sa gjëra, kështu që kjo ka qenë e rëndësishme. Sa herë që thotë Trump duke sigur kalonte në sa masa Evropë ishte ajo që shtynte pak mbrapa, shkon tek zyra zotë Trump dhe këshillonte të shkojnë në drejtim tjetër. Kështu që Evropa ka luajtur një rol. Mendoj, nëse mund ta karakterizojmë rolin e Evropës në këtë moment, ishte Europa është një aktor i nevojshëm, por jo i rëndësishëm. Pra, pa Evropën nuk mendoj se mund të arrihet një paqe provimtare me disfrusisë e Ukrainës, sepse luan një rol të rëndësishëm, sigurisht sepse është në territorin evropian. Por së dyti, vetë Evropa nuk mund të jetë decisive në një zgjidhje finale, dhe këtu pastaj hyn sigurisht roli i Shtetit Bashkuara. Eugenia? Në fakt, do të thoja që jo ky plan i paqes, por të gjitha planet e paqes që mund të propozohen në vazhdim duhet të kalojnë dhe do të kalojnë nga Moska. Jo sepse janë pro-ruse, por sepse për sa kohë të gjitha kërkesat maksimaliste të Rusisë nuk kanë ndryshuar në asnjë fazë të këtij konflikti apo në çdo fazë të procesit të negociatave dhe ndërmjetësimit, duket që Moska është pak më i qartë se sa perëndimi si aleat të bashkuar. E them shpesh që problemi më i madh që ka Europa në këto momente është që ajo është kthyer në një spektator i këtij konflikti dhe jo në një protagonist apo dhe aktor pjesëmarrës i cili mund të ndryshojë ndonjë nga variablat në këtë ekuacion. Në insertin tuaj ishte shumë e qartë. Kemi këto dy standardet e Europës që kemi solidarizim, show, por nga ana tjetër varësia e gazit rus është aty dhe është ai elefanti në mes të Trump apo i cili bëri ultimatum bashkimit evropian, i bëri edhe kushtet e ultimatumit. Përveç kësaj, unë do doja të shtoja edhe dy momente. Duket sikur përpos atij realizmit të Trumpit, kemi dhe një realizëm ndoshta edhe nga kryeministri Rama në këto momente, ku bashkë kemi qenë në këtë tryez, kemi folur për momentin kur Rama bënte edhe atë paralelizmin apo i drejtoi Europës për këtë këmbanën e alarmit, ku Trump i fliste për mos armatosje dhe Europa ndërkohë e shtynte të gjithë Bashkimin Evropian, por edhe vetë Ukrainën për të riarmatosur dhe për të vazhduar luftën, pra për të ngritur këtë makinerinë e madhe të luftës ukrainase, dhe nga ana tjetër dhe në këto momente duket sikur ajo thirrja që po
bën Rama është pikërisht që të dëgjojmë, të kemi këto kanalet e dialogu dhe kanalet e bashkëbisedimit me Rusin, pra të flasim në një gjuhë me Amerikën, me presidentin Trump, në mënyrë që mos të flasim gjuhën ruse, ndoshta në disa dekada. Në fakt, kryeministri Orban e kishte thënë shumë më herët se që ka thënë Rama, bile ka thënë dhe para sa thotë Trump, ka thënë që ne jemi këtu, jemi fshinjtë të Rusisë, dhe ne nuk flasim me ta. Ne duhet flasim me ta, se në fund para ky është konflikt evropian. Ambasador, çfarë ka ndryshuar në planin gjeostrategjik? Ka diçka që ka ndryshuar? Pra ka diçka që po lëviz? Ju keni fjalën me propozimin e planit për 28 pikash, apo... Edhe planit 28 pikash dhe në përgjithësi me gjënin që ka ndryshuar, pasi po shikojmë që kemi një reagim të hutuar evropian, i cili mbetet moralisht me Ukrajinën, pra i thot, okej, por Ukrajina duhet përfitojë nga kjo e tjerë, por ndërkohë, nëse flasim për negociatat reale që ka ndodhur në tavolinë, sot kemi Ukrajinën që e ka pranuar një plan, nuk e ka pranuar me 28, e ka pranuar me 19, por prap mbetet një plan poshtrues për Ukrajinën, se praktikisht ka bërë një luftë pas 4 vjetësh dhe duhet firmosi dorëzimin. Atëre, ka rreth 2 vjet apo 3 që një ditë bukur gazsjellësi nga Moska nga Rusia në Gjermani u gdhi i prishur, i dëmtuar, dhe u thanë shumë gjëra atëherë kush e ka bërë këtë, kanë bërë ukrainësit, por në fund të ditës, mbasi ministri i jashtëm duket polak tha faleminderit Amerikë, nuk pati asnjë koment tjetër, kështu që në një farë mënyrë pavarësisht nëse e ka marrë dikush përgjegjësinë për atë akt, shumica e njerëzve mendojnë që e kanë bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, Europës dhe lokomotivët pamundur që të rriqen, pak në kjo garnitur politike që ka një mbështetje nga 15 deri 20% në popullsi. Shpeshherë dhe më afër se sa Amerikanët. Por diskutimi ose ajo çka realisht ka ndryshuar balancën në këtë histori është fakti që në fakt Bashkimi Evropian nuk është se është pa kontribut për luftën në Ukrainë. Ndonse duket sikur politikisht dhe publikisht janë Shtetet Bashkuara të Amerikës ato cilët kanë dhënë pjesën e luanit në raport me armatimet dhe në raport me financimin e luftës në Ukrainë, e vërteta është krejt ndryshe. Vetëm 1/3 e parave janë amerikane dhe 2/3 janë Bashkimit Evropian dhe aleatëve tjerë. Pra nuk është se Bashkimi Evropian nuk ka qenë aktiv në raport me luftën në Ukrainë. Puna është, a ishte kjo zgjedhja e dur apo jo? Pikërisht pra, ndryshimi i qasjes që a do të investojmë më shumë para në raport me karburant për luftën, apo do të investojmë para në funksion të paqes, kjo është dilema dhe këtu Bashkimi Evropian ndjen frakturën në raportet amerikane në raport me mënyrën se si amerikanët e shikojnë zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë. Por e vërteta është gjithashtu edhe fakti tjetër që Rusia për hir vërtetës është 600 vjet faktori për caktimit të historisë europiane. Është një fuqi sa europiane, aziatike dhe botërore, është një fuqi që Bashkimi Evropian nuk e ka të lehtë marrjen në raport të marrëdhënieve me Rusin direkte pa pasur nga pas një peshë të rëndë siç është Bashkimi ndodhen ose s'paku patën origjinën dy revolucionet e vetëm në shekullit 20. Sakt, edhe me një impakt të jashtëzakonshëm revolucioni 1710 dhe padyshim revolucioni Kadifeti 90-s, pra edhe temi. Por edhe me një impakt të jashtëzakonshëm gjatë luftës botërore ku sakrificat e rusëve ishin ato që liruan Europën, kështu që në një mënyrë anë një tjetër nuk diskutohet që raporti i luftës në Ukrainë duhet parë për te Ukrainës. Është mëse e qartë që në perspektivën ruse Ukraina është vetëm thjesht fush betejë ku luhet loja. Sepse atë çka kërkojnë amerikanët, rusët është thjesht një restore diplomacy, nëpërmjet mjeteve diplomatike kërkojnë që të rivendosin prapë në balancë elementët e rezon detas ruse, të elementeve që i shkojnë për shkak interesave tyre kombëtare dhe ndërkombëtare, rolit Rusisë në skenën botërore, marrje në konsiderat të Rusisë si një fuqi që është përcaktuese për fatet e botës dhe një Rusi që për hir vërtetës nuk është me viteve 90. Këtu kemi pastaj edhe rolin e NATO-s, i cili është sa prezent në raport me konfliktin, por në të njëjtën kohë kemi edhe një NATO që është rivitalizuar si rezultat i konfliktit. Pra kemi një ekuacion edhe NATO nga ana tjetër. Pra në një ekuacion ku janë 4 faktorë, Shtetet Bashkuara, Rusia, BE-ja dhe NATO dhe Ukraina nga ana tjetër, nuk diskutohet që Ukraina është në thonjza vendi i cili ndjen peshën reale të konfliktit dhe vendi i cili po merr dhe faturën e konfliktit. Gjeli detit pra për Thanksgiving apo jo Gjina? Ajo që unë të shtoja, më ngacmoj pak më analiza tek pjesa e NATO-s. Mendoj që asnjëherë nuk duhet të harrojmë edhe gjenezën ndoshta të vet konfliktit, apo dhe
pjesë e tyre kërkesave maksimaliste të Rusisë, që lidhet pikërisht me perspektivën euroatlantike të Ukrainës dhe antarësimi i saj në NATO. Foli pak më parë dhe ambasadori për atë që luan të kumar, dhe unë e kam thënë disa herë ndoshta që me Europën, Bashkimi Evropian ka luajtur kumar dhe duket sikur tani po përpiqet që atë pengun që ka lënë në 94-ën apo fill mbas marrëveshjes ku Ukraina hoqi dorë përfundimisht për të gjithë planin bërthamor, po përpiqet pikërisht për hir të ëndrrës transatlantike etj, tani po përpiqet sikur atë peng ta rikthejmë, por ndërkohë jam shumë dakord që jemi në një moment ku kemi një rikthim të termave gjeopolitik, ndoshta ato klasiket, ku Rusia si një superfuqi, do të thoja unë e konfirmuar tashmë, po përpiqet që të jo më të kërkoj, por të siguroj sferën e saj të influencës, ku Ukraina patjetër është një nga territoret më vitale dhe më jetike për sigurinë e saj kombëtare, dhe ndoshta harta e re e Europës, jo thjesht e Bashkimit Evropian, po Europës si koncept të vlerave perëndimore demokratike, mund të ndajë edhe Ukrainën në perspektivë në dy pjesë ku prezenca perëndimore do të jetë më e vendosur në Ukrainën perëndimore dhe ajo lindore do t'i mbetet Rusisë. Me të lirë, me që ti jenë Amerikë po mbetesh pro-europian, mendon që ne jemi pro-europian, po jemi pak skeptik. Mendon që Bashkimi Evropian e ka akoma një shans që spaku, nëse ky konflikt përfundon, me sa duket jo shumë favor të Ukrainës dhe jo shumë favor të Europës, ka një shans Europa të rifitoj pozicionin e saj, qohemi pamja temi gjeopolitike, ndoshta duke shpejtuar zgjerimin, duke futur ndoshta dhe Ukrainën në shpejtësi brenda 2030-s, apo i mbetet rruga tjetër e armatosjes dhe e rritjes temi të tensioneve të saj me Moskën? Së parë, në lidhje me qëndrimin tim pro-evropian, unë mendova që vë bëj një analizë realiste dhe objektive të mbi situatën, ajo që thashë që jemi qartë dhe jam dakord me shumë për të gjëra që janë thënë edhe në studio, është që Evropa, pra ky konflikt të shkon në një drejtim komplet tjetër, nëse Evropa nuk do të ishte e përfshirë. Si në aspektin diplomatik, ashtu sikur në aspektin politik, ashtu në aspektin edhe ushtarak. Edhe kështu që nuk mund të themi që Evropa nuk ka asnjë rol për të luajtur këtu në mes, sepse në fakt ka luajtur atë. Atë që na ngatarron e pak në analizën tonë, është fakti që gjatë administratës së zotit Biden, si Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu Shtetet Vënde Evropiane kishin një pozicionim të njëjtë. Edhe kështu që mendohej që ishte pozicionimi amerikan që pas evropianët ndiqnin nga pas. E vërteta është që kishin një pozita, një qëndrim maksimalist, ashtu sikurse edhe rusët nga ana tjetër, në lidhje me tendencat dhe kërkesat ruse. Edhe kështu që le të mos timi ne nga ana jonë se është kritik ndaj Evropës, thjesht se duam të jemi kritik. Si thash, po mundoja të bëj analizë objektive me atë që unë pash të paktën, dhe sikurse thash që Evropa nuk është mjaftueshme më për të bërë gjërat në kurrizë, duke mbajtur gjithçka në kurrizën e vet, por është një aktor i domosdoshëm në rajon, sepse pa të nuk mund të kesh një paqe përfundimtare midis Rusisë dhe Ukrainës pa garancitë e sigurisë, madje edhe nga ana e Evropës. Pra kjo është e qartë, ashtu siç u thash shumë mirë në studio, që Evropa vet edhe ka një farë mënyrë nxitur konfliktin, edhe ka zgjatur konfliktin për shkak të politikave energjetike dhe të tjera më pas. Mos harrojmë që duke filluar nga 2027, Evropa tash ka filluar të ndryshojë pak edhe ritmin e lidhje me Rusinë. Deri tani ka qenë tash një lloj qëndrimi deterrent, pra që të një lloj parandalimi dhe një lloj edhe sigurie nga vetvetja ndaj Rusisë, tashmë ka filluar edhe luftën e sanksioneve të tjera. Pra, mos të